Italia, për shumë veta që ndoshta nuk e din, është një ndër forcat e KFOR-it që mbrojnë Kosovën më të numërt dhe më konstant, duke pasur disa herë general në kapo të KFOR-it. Pra, thënë kjo, ka një lloj nënvlerësimi për sa i përket nacionit të Italisë. Atje ku unë jetoj, aty ku gruaja ime është italiane, vajza ime është gjysmë italiane, gjysmë shqiptare, pra ka një sulm, që unë e marë sulm. Nga Moza, apo edhe nga personat të tjerë? Nga Moza, po flasë vetëm për Moza. Nga Moza, okej. Këto tjere dhe sa shu s'kam dërmënd fare ti komentoj. Por, kur në momentin që unë shikoj që dhe ndërhyjnë, ndoshta me pa drejt aty, sepse peshkun ta gatujnë vetë, ajnë vetë, si që pikturuan, si që do ta qojnë shpi, leta mbajnë aty ku e kanë. Por, nuk më lena ajo që është, themi, hobi im më kryesor që është peshkimi. Pra, unë kur shoh që një merlus, që bëhet trahana aty, dhe duke ja thënë, që shiko se duhet ta skuqësh me pak miell, kjo është, ndoshta, i vetmi gabimi imi, është ndërhyrja te kuzhina dhe te shijet e saj. Por, të marrë një koment dhe një, themi, shpërfillje për atë që është nacioni i Italisë, që për mua është si një dhe i dy, se u bën 34 vite që jetoj aty, dhe kam një lidhje, si shta shpjegova, shumë të thellë dhe të ngushtë me këtë vënd, si që duhet ta ketë dhe ata që janë të mbrojtur nga vëndet të tilla dhe jo vetëm nga Italia. Pra Kosova. Thënë kjo, unë marrë një ofendim, që unë e quaj ofendim, sepse është shpërfillje, përbuzje, atak i panevojshëm. Dhe në atë moment, unë përgjigjem duke pasur një themi, kujtim shumë të idhur, një skene që ky person këtu i lindur, i rritur në Shqipëri, marrë sukses nga Shqipëria, e gjitha ato gjëra që ka gëzuar, më vjen më komenton mua çfarë vajza ime duhet bëj dhe çfarë unë duhet ti mësoj vajzës time. Po, mund të pyet pse përdore atë term, pse përdore ti termin shkin ndaj Mozës? Ndërkohë, si mund ta quaj unë Arban një person që refuzon të bëj shqiponjën përballë telekamerës, me pretekstin sepse nuk don disi, që ose mund quhet nacionaliste. Pra nuk don shkaqe nacionaliste. Ka qenë një skenë e frikshme. Kjo skenë unë mbaj mend shumë mirë, po mbaj mend gjithashtu që jo për të dalë në krah, po edhe e ka artikuluar dhe e ka argumentuar se përse nuk beson në këto simbolet nacionaliste. Pra nuk beson në atë që është simboli. Dgjoj, Shqiponia është simboli ynë, nuk është se po bën simboli i një shteti tjetër. Po e di. Këtë jam duke analizuar unë asgjë tjetër. Pra vajza ime, që në Instagram sot e kësaj dite ka shenjën e Shqiponjës, pra ka fotografi, sa herë që i bie rasti e përmend Shqipërinë, sa herë që vjen rasti bën shenjën shqiptare, sa herë që vjen rasti thotë që baba im është shqiptar, e shumë gjëra tjera me krenari të tillë. Unë nuk kuptoj nga një person i tillë që i vjen turp ose refuzon të bëj atë që ne kemi simbolik në flamur, më vjen mua dhe më analizon çfarë duhet i mësoj unë gozës dhe çfarë goza ime duhet flasi. Kjo ka qenë gjëja, prandaj unë një emër tjetër nuk mund t'ja jap një personi. Nëse një person nuk bën shenjan e Shqiponjës, nëse një person, po themi, nuk vesh qeleshen në kokë, refuzon që ta vesh qeleshen në kokë. Nuk po e bëj për qeleshen këtë. Për çfarë? Vetëm për këtë? Për atë që ne kemi në flamur. Për këtë që kemi në flamur. Pra kjo e bën një person që të mos jetë shqiptare, të jetë anti-shqiptare? Tu nuk e valvis, sepse nuk duat krijoj konflikte nacionalizmi. Nuk e valvis. Nuk po flas me ty. 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 Atë gjë, prisë po flas me Arbanën. Një moment se dua ta kuptoj realisht sepse është prekur Iliri. Pra, është prekur sepse ka thyer dhe ka ofenduar Moza në këtë rast gatimin italian? Jo gatimin, jo, nuk është e gatimi. Ku është? E ka hedhur tek, themi, ajo që është, të thash dhe njëherë tjetër, abdeu imi dytë. Sepse kam 30 e kusur vite që jetoj aty, dhe nuk ka qenë vetëm rasti i parë që e ka bërë këtë gjë, duke folur me përbuzje për Italinë dhe italianët. E ka bërë dhe ky midhja këtu,
disa herë të gjë, e ka bërë se knoqe Vučićin. dhe me atë sa e ke knaqë pjesa do t'a knaqë unë, atë është t'i dhe mua vetë. Por, kjo loj përbuzje, kjo loj përbuzje, kjo ka bo sene që s'ke posti kur mundësimi bo, unë kam bërë a shumë sa ti nuk e di, do t'jap logarit ti për ndërkëmto, o artist që bën qa ke bo, e kini tatu, edhe do me thonë që e kini tatu, që më të folë me ty, po qa e ka bo krenor, kalzëna veç një, për shumë vite shqiptarët janë për krenar e lirin dua vetëm t'i përgjihem Albanës. Hajde, fol. Dua vetëm t'i përgjihem Albanës. Atere. Është folur disa herë. Po ikë për një peshk t'i kanë delë se në Prandaj ta bëra prandaj ta bëra atë lloj qiptaria atë lloj pushet, ta kanë sinteze ikë në fillim follow të Këforit. Sepse është folur disa herë me përbuzje për Italinë dhe italianët nga këta dy persona duke balerinët që thu shko kalzoj peshkën t'i kanë që shqite t'i kujna po ikë mare Italia shumë e mirë mos kish post ty heq e mini këto mua bete ti po bën këtu për qorje me Kosovën me Itali po ikë mare ti e me cimiu pa brek po ikë mare miu ti e vetë nga gjë që bën këtu brenda është i si midhje ati personi aty i vërtet që shkove e nguce t'i kanë dul po ti e Atere, nguce për të rikthyer, Iliri është thyer nga mënyra se si trajtohet, po themi, Italia, vendi ku ai është rritur, pra flitet me një lloj nënqeshje, për buzje, për qeshje, si ta quaj, fakti që Iliri ka jetuar. Ka jetuar në Itali. Dhe nga kjo pastaj, nga kjo, shkojmë tek të trajtuarit si anti-shqiptare, moza, se nuk bën Shqiponjen. Dhe ti i thua, ti e shkin, sepse nuk bën Shqiponjen. A i një mëre këtu mëre, Tani, a i një këtu mëre, po kini frikë nga këmë janë për të marrë anë dhe për të thënë, por realisht më duket e tepër dhe më duket e shëmtuar. Shumë e shëmtuar. Ndojni si doni. Marrët ku. Mund të them diçka të lutem? Kam një pyetje. Pse është hera disa që mozës e thohet shkin? Si? Pse është hera disa që mozës e thohet shkin? Po. Ja, do ta pyesim mund të them Mozën. diçka Arbanat lutem? Ja, do flasit dhe Moza, ju lutem, sepse ka dhe Moza për të thënë të saja, se si e argumenton, unë e kam dëgjuar argumentin e saj, në lidhje edhe me Shqiponjen, edhe me valvitjen e flamurit, edhe të gjitha simbolet e tjera që ajo refuzon që ti përdor, por, thot, unë kam kontribuar, kam bërë plot gjërat të tjera për kombin tim, për Shqipërinë. E kemi bërë të gjithë. Është e vërtetë. Patjetër, e kemi bërë të gjithë, por nuk mendoj o Ilir, realisht, që të bësh Shqiponjen, të bën më detar se dikush që kontribon për artje. Arsyetimi, jo, më falë. Arbana, më falë. Arsyetimi është i dobët. Arsyetimi është i dobët. Arsyetimi sepse nuk e bën është i dobët. Më duket sikur vëm njëri tjetrin përpara përgjegjësisë dhe jemi në një garë, dhe ju jeni aty brenda, po t'ishit jashtë do e kuptoni sepse po e them këtë, jemi në një garë se kush e do më shumë Shqipërinë këto ditë. Më besoni, e duam të gjithë Shqipërinë. Nuk e kam asnjëherë vënë në dyshim të gjë. Nuk ka një shqiptar që nuk e do Shqipërinë. Nuk e kam vënë asnjëherë në dyshim të gjë. Arsyetimi që ajo jep mosbërjes së simbolit është i dobët. Gjete këti gjani peshut.